po jo përsëris. Konstatova që, dhe po jo them, që task forca elektorale për krimin zgjedhor kishte vdekur atë ditë që ishte krijuar. Zoti Noka, prokuroria e posaçme ju ka dërguar të paktën 2 shkresa dhe kërkon informacion nga ana juaj, meqense jeni firmëtari i kontratës lobuese me një kompani në Shtetet e Bashkuara dhe kërkon informacion. A jeni përgjigjur ju prokurorisë dhe a keni vënë në dispozicion të gjitha materialet sikurse parashikohet nga ligji? Ne jemi parti demokratike klot. Jemi forcë demokratike, transparente, absolutisht. Dhe çdo gjë ja kemi vënë në dispozicion. Transparenca është ajo që ne na karakterizon në mënyrë absolute. S'kemi asgjë për të fshehur, çdo gjë është ligjore, kështu që s'kemi çfarë themi më shumë. Faleminderit. Mirë, ju ndoqët të zoti Noka, e pyetur nga kolegja Klodi Lala, me cilën ishim në lidhje të drejtë për drejtë, por që nuk përfunduam edhe me çështjen e mëparshme që po trajtonim me Klodin, kështu që